Të dashur student, sot ju ftoj të udhëtojmë së bashku në kohën e romantizmit francez. Jemi në fillim të shekullit 19, kur poetët nuk mjaftohen më me rregulla strikte, por kërkojnë të shprehin ankthin, ëndrat dhe dëshirat më të thella të zemrës njerëzore. Njëri prej tyre është Alphonse de Lamartine, i cili me përmbledhjen meditime poetike do të hap një faqe të re në historinë e letërsisë. Një nga poezitë e tij më të famshme, Liçeni, është fryti një dashurie të shkurtër, por të zjarrt, me një grua të quajtur Julie Charles, e martuar dhe e sëmurë rënë. Pas vdekjes së saj, Lamartini kthehet te Liçeni ku ata ishin takuar. Le të imagjinojmë pra sonte një takim të fundit, një bisedë të trilluar mes poetit dhe muzës së tij, buz atij Liçeni që ruan sekretet e tyre. E dashur Julie. Mbrëmja po zbret mbi këto ujëra të qeta si një velo prej mëndafshi. Drita shuhet ngadalë mbi majat e maleve dhe çdo rreze sikur na përshëndet për herë të fundit. Çdo puhis duket se na përgjërohet të mos e lëm kohën të ikë. Alphonse, pse ta trazosh këtë heshtje? Kjo qetësi na flet më shumë se çdo fjalë. Ky liçen është vendi ynë i shenjtë, në të pasqyrohen shpirtrat tanë dhe koha veg duket se ndalet. Në sipërfaqen e ujit unë e shoh fytyrën time pranë fytyrës sate, sikur largësia e çdo pengesë njerëzore të mos ekzistonte më. Për fat të keq, koha s'ndalet kurrë dhe ditët tona humbasin si valët që rrëshqasin. Çdo vit që kthehem këtu, numëroj netët kur ti s'ishe më pranë meje. Sikur të mundja unë vetë ta ndal kohën, pa kapja për dore dhe ti lutesha të na falte dhe pak orë, pak minuta, qoftë edhe një frymëmarrje më shumë së bashku. Mos lejo që hijet ta zbejnë këtë qast, i dashur Alphonse. Trupi im është i brisht, por dashuria ime për ty nuk njeh as sëmundje, as kufi. Zemrat tona në këtë takim e kanë skalitur tashmë gjrumën e tyre në përjetësi. Vargjet e tua do ta mbajnë gjallë këtë qast, edhe kur as emri im, as fytyra ime të mos kujtohen më nga askush tjetër. Atëherë dëgjoj lutjet e mia, o kohë, ndalo fluturimin tënd dhe ju, momente të bekuara, ndalni rrjedhën tuaj. Le të jenë ky liçen, ky qiell, këto pyjerojtar të heshtur të buzëqeshjes sate, të vështrimit tënd, të shpirtit tënd të pavdekshëm. Dua që çdo val e këtij liçeni, çdo degë që përkulet mbi ujë, të tregoj për ty, që natyra vetë të bëhet një libër ku emri yt nuk fshihet kurrë. Shkruaj, Alphonse poeti im. Le të bëhen strofat e tua vend strehimi i dashurisë son, le të dëgjojnë në to akoma jehonën e kësaj mbrëmjeje. Edhe nëse nuk e din kush jam unë, le të ndjejnë në vargjet e tua dridhjen e një dashurie të ndaluar, ankthin e kohës që ikën. Le të gjejnë në poezinë tënde pak nga mallëngjimi ynë, nga guximi ynë për të dashur pavarësisht gjithçkaje. Të betohem e dashur Julie. Edhe kur zëri yt të shuhet, puhiza e këtij liçeni do të vazhdoj të mbaj emrin tënd. Do ta thur emrin tënd në çdo vard, do ta mbaj të gjallë në çdo vardëzim që do të shkruaj. Ndoshta unë vetë do të harrohem, por sa herë që dikush të lexoj poezinë liçeni, ti do të rilindësh në zemrën e tij. Kështu mbyllet ky evokim poetik ku Lamartine dhe Julie Charles sikur bisedojnë për tej kohës. Në realitet, Julie u nda shpejt nga jeta, por kujtimi i saj mbeti i vendur në vargjet e poetit. Dashuria e tyre e shkurtër, e magjepsur nga gjenialiteti i Lamartinit, lindi një poezi të pavdekshme, ku kundërvjen koha që ikën dhe kujtimi që mbetet. Liçeni është shembull i pastër i romantizmit. Natyra bëhet pasqyrë e shpirtit, ndjenja vlen më shumë se rregulli dhe poezia shndërrohet në mjet për të sfiduar harresën. Edhe sot, 2 shekuj më vonë, zëri i këtij poeti dhe hija e kësaj muze vazhdojnë të na flasin, duke na kujtuar se kur një ndjenjë kthehet në art, ajo bëhet një shkëndijë që s'shuhet kurrë.